Edi Rama i ka lënë një pandeure për abuzim me tenderat gati 1 miliard euro fonde nga projekt buxheti i ri i vitit 2026. Përndryshe nuk ka asnjë shpjegim pse Edi Rama hesht i dorëzuar përpara të pandeurës së prokurisë posaçme, madje sot bëri edhe avokatin publike të saj. Ata janë bashkë në krimin e vjedhjes së buxhetit të qytetarëve shqiptar. Prandaj, kolegë deputet, nëse doni të kuptoni çfarë bëhet me qeverinë tuaj të korruptuar, kush do t'i marrë fondet e këtij buxheti, a do të kenë ndonjë copë mish tuaj të dukshëm dhe të pak dukshëm që blen vota për ju dhe duhet t'i shpërbleni, mos e lodhni kryeministrin. Prej 31 tetorit, ai është vetëm figurant në qeveri, pyesnit pandeurën e prokurisë posaçme Belinda Balluku. Ajo mban realisht çelësat e qeverisë dhe është e vetmja që ka fuqinë të përdor Edi Ramën. Ky është çmimi që kryeministri i Shqipërisë po paguan personalisht për sistemin e korruptuar që e ka ndërtuar me duart e tij. I marr peng nga zëvendës kryeministria, i marr peng nga partnerët e krimit organizuar dhe kartelet e drogës që janë shpallur sfundmi edhe non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri u kujton atyre lehtësira, leje, ndërtimi dhe çdo mundësi tjetër për të pastruar para. Ata në këmbim mblen vota për të siguruar vazhdimsinë e pushtetit jo të Edi Ramës, po të pushtetit tyre. Prandaj ky buxhet nuk është as më shumë dhe as më pak, por fatura e pengmarrjes së kryeministrit nga korrupsioni dhe krimi i organizuar, një faturë që shqiptarët po e paguajnë më shtrenjtë se kushdo, dhe një faturë që ne refuzojmë ta firmosim, sepse ky buxhet është prova se Shqipëria sot nuk qeveriset. Ajo shfrytëzohet dhe ne jemi kundër një buxheti që mbron të pandehurit dhe jo qytetarët. Jemi kundër një qeverie që i shërben krimit dhe jo njerëzve. Ne votojmë kundër për të mos u bërë si ju, noter të pengmarrjes nga krimi dhe korrupsioni. Ne votojmë kundër sepse jemi me Shqipërinë dhe jo me pengmarrësit e saj. Faleminderit.